Zbardhen detaje të reja nga aksidenti tragjik i ndodhur të martën në zonën e Treshit në Tirana, ku humbi jetën një fëmijë 7 vjeçar. Ngjarja ka ndodhur në momentin kur semafori ka kaluar në jeshile për automjetet. Sipas të dhënave paraprake, Tomor Shukulli i ka dhënë disa monedha të miturit, por ato i kanë rënë në tokë. Teksa fëmia ka dalë përpara mjetit për t'i mbledhur, semafori është ndezur dhe automjeti i parë e ka prekur. Goditja fatale dyshohet se ka ardhur nga makina e dytë që lëvizte pas, duke e lënë të miturin poshtë rrotave. 55 vjeçari ka ndaluar menjëherë mjetin, pasi ka dëgjuar thirrjet e kalimtarëve, ndërsa drejtuesja e automjetit tjetre, 42 vjeçe, është larguar nga vendngjarja. Shukulli e ka transportuar fëmijën drejt spitalit të traumës dhe fillimisht ka deklaruar se nuk ka qenë ai që e ka përplasur, por se kishte reaguar pasi kishte dëgjuar britmat dhe kishte parë të miturin të shtrirë në rrugë. Dinamika e plotë e aksidentit është zbardhur përmes kamerave të sigurisë dhe dëshmive në vendngjarje. Pak orë më vonë është siguruar edhe një pamje e qartë filmike që tregon momentet e përplasjes. Sipas dyshimeve, në çastin e aksidentit, 7 vjeçari ndodhej në rrugë duke lypur.